Në mënyrë që të dëgjojmë, ne kemi nevojë për më tepër se sa vetëm veshët. Ulëmtimet e kohëve të fundit tek bufi kanë zbuluar fakte të reja habitse për veshët tanë dhe sistemin stereofonik që është ndërtuar në kokën tonë. Një skuadër kërkimi në Institutin e Kalifornisë ka mësuar shumë gjëra për dëgjimin njerëzor duke studiuar sistemin dëgjimor të bufit të hangarit, specia Tyto alba. Gjetjet e tyre janë pjesë e një edicioni të veçantë të revistës shkencore amerikane të nëntorit të vitit 2006. Edicioni titullohej Sekretet e ndjesive. Kështu që sot do të flasim për artikullin e titulluar Të dëgjojmë me dy vesh. Kurioziteti kryesor i studiuesit Dr. Masakazu Konishi lindi për herë të parë kur ai dëgjoi një biolog që raportoi se sa me saktësi mund t'i kapnin bufat minj në errësirë, vetëm duke përdorur dëgjimin e tyre. Ai madje u habit që ata e ktheni kokën me shpejtësi dhe saktësi në drejtim të një zhurme. Ai dyshonte se reagimi i kthimit të kokës mund t'i tregonte atij se si këto kafsh e përcaktonin vendodhjen e burimit të tingullit. Njëri vesh e dëgjonte tingullin në një fraksion shumë të vogël të sekondës pas veshit tjetër. A mund ta përdornin ata këtë informacion për të llogaritur drejtimin e saktë se nga vinte tingulli? Ai vendosi të vëzhgonte bufat në errësirë totale, duke përdorur një videokamera të ndjeshme ndaj rrezeve infra të kuqe. Pra, ai mendonte se truri i bufit mund të ishte në gjendje të llogariste se ku ndodhe një mijë i shishëm nga bashkimi i tingujve nga të dy veshët. Po, dhe për ta testuar këtë ide, eksperimentet e tyre të hershme përfshin relativisht gjëra të thjeshta si mbyllja e veshit të një lakurike nate, për të parë se si do të ndikonte kjo në aftësinë e tij për të gjetur vendodhjen e objekteve. Ndërsa kërkimet e tyre ecnin, ata zhvilluan teknika më të sofistikuara, si instalimi i elektrodave në pjesët dëgjimore të sistemit nervor të lakurikit të natës, duke mpyer neuronet të veçanta të sistemit, dhe madje duke instaluar kufje të vogla në kanalin e tyre të dëgjimit. Ata ndryshuan forcën përkatëse të sinjaleve që arrinin në vesh dhe gjithashtu kohën e tyre. Çfarë mësuan ata? Ata zbuluan që bufat kanë pjesë përbërëse të specializuara që i aftësojnë të interpretojnë informacionin që vjen nga veshët e tyre. Përbërës të caktuar të sistemit ishin të specializuar vetëm në zbulimin se sa i fortë ishte sinjali që vinte në njërin vesh nga sinjali që mbrinte në veshin tjetër. Pjesë të tjera të specializuara tregonin vetëm ndryshimet në kohë. Sipas fjalëve të Dr. Konishit, truri duke se funksiononte si një kompjuter paralel që përpunonte informacion për kohën dhe intensitetin nëpërmjet qarqeve të ndara. Ajo çfarë ata mësuan për lakurishit e natës është e ngjashme me atë që kam lexuar në librin Ajo që Darwini nuk dinte, librin me të cilin ne filluam diskutimin në emisionin e kaluar. Dr. Jeffrey Simmons shkruan: veshët tanë janë ndërtuar në mënyrë të tillë që të kapin një diapazon të gjervalësh të tingujve, duke i shndruar ato në miliona impulse elektrike të veçanta dhe duke i përçuar drejt trurit për analiza më të detajuara. Ato impulse elektrike janë të domosdoshme për dëgjimin. Veshët tanë kapin tinguj, por ata nuk mund të dëgjojnë më shumë se një mikrofon që dëgjon një leksion. Tingujt në fakt dëgjojnë në lobet e dëgjimit të trurit dhe pastaj duket sikur po vinë nga një pikë jashtë nesh. Duke pasur dy vesh, një nga secila anë e kokës, na ndihmon të zbulojmë vendodhjen e tingujve. Tingujt lëvizin me një gjatësi prej 300 metra në sekond dhe distanca midis veshëve tanë është vetëm pak centimetra, por sa ndryshim kohe ka midis periudhës kur një tingull arrin në veshën e majt dhe kur ai arrin në veshën e djathtë. Mund të jetë afërsisht 20 mikrosekonda. Vetëm 20 miliona të një sekonde? Po. Truri është i saktë sa duhet për të interpretuar atë vonesë të vogël, sikur të thoshte, aha, ky tingull vjen nga ana e djathtë. Në fakt, ai mund të gjejë vendodhjen e burimit të tingullit brenda pak sekondash. Dr. Simmons vazhdon.
Disa nga reagimet tona janë automatike. Tingulli një fërshëllime të gomës së makinës do të stimulojë adrenalinën tonë dhe ne mund të reagojmë në mënyrë reflektive ndaj një të shtënarme duke u shtrirë menjëherë për tokë për të siguruar. Forma e jashtme e veshëve tan më kujton pamjen e një antene satelitore. Ashtu si antenat e drejtuara, ato janë më të ndjeshme në disa drejtime. Kështu që ne mund të kthejmë kokën për të kuptuar një bisedë në një restorant me zhurmë, duke rritur kështu aftësinë për të kapur zërin që na intereson dhe për të zvogëluar tingujt nga tavolinat e tjera. Ky është një krahasim i mirë. Dhe ashtu si një antenë rrotulluese satelitore, në mënyrë automatike ne kthejmë kokën për të kapur tingullin më të mirë. Një person që ka vështirësi për dëgjuar vendos dorën tek veshi në formën e një hinke për të mbledhur më shumë tinguj dhe për t'i përqendruar ato tek veshët. Kur folëm për syt në programin e herës së kaluar, ne përmendëm se sa mirë që ata janë të mbrojtur nga Kafka. Kafka gjithashtu mbron pjesët më delikate të aparatit ton të dëgjimit. Procesi i dëgjimit fillon kur dridhja e tingullit arrin daullën e veshit ose, siç i thon ndryshe, membranën e veshit të mesëm. Ajo e kalon dridhjen brenda 3 kockave të vogla brenda veshit të brendshëm, që janë çekiçi, kudra dhe yzengjia. Dhe ato i përçojnë këto dridhje në organin e mbushur me lëng të quajtur koklea. Ato vibrime shkaktojnë llokoqitjen e lëngun e kokleas, të cilat stimulojnë 55.000 qeliza. Informacioni që ato kapin shndërrohet në impulse elektrike dhe këto i përçojnë mira nervave që formojnë nervin akustik që shkon në tru. Nëse më kujtohet mirë nga anatomia dhe filozofia, a nuk është koklea aq e vogël sa që disa prej tyre mund të formojnë një radhë të gjatë në një copë letër? Po, duke folur për përmasa dy studiues, ndërtuan një çip bufi që riprodhonte hapat përmes të cilave një bufangari maste ndryshimet midis kohës kur tingulli arrinte në njërin vesh dhe kohës kur arrinte në veshin tjetër. Modeli ishte rreth 73 mm² dhe përmbante vetëm 64 nerva dëgjues në çdo vesh. Kjo ishte shumë më pak se sa numri i vërtet në aparatin e dëgjimit të bufit. Ai përmban qartje të barazlefshme me rreth 200.000 tranzitor. Dr. Konishi vëzhgoi se edhe ky sistem nervor elektronik i thjeshtëzuar kërkonte më shumë hapësirë dhe energji se sa sistemi biologjik që është ndërtuar tek bufët. Pra, ekspertët hulumtues u përpoqën të ndërtonin një pajisje që stimulonte diçka që ekzistonte në kokën e një bufi. Po, më e mira që mund të bënin ishte diçka që bënte një fraksion të vogël të asaj që ekziston në natyrë, por kërkon më shumë hapësirë dhe energji. Pra, sistemi dëgjues i bufit që përcakton vendodhjen është më efikas se çdo pajisje tjetër që njerëzit kanë qenë në gjendje të ndërtojnë. Po, dhe doktor Konishi thotë se disa peshq kanë një sistem edhe më kompleks se ky. Në të njëjtën mënyrë, sikurse lakuriqet e natës lëvizin përmes ajrit, duke dërguar tinguj valësh dhe duke i zbuluar ato ndërsa kërcejnë nga objekte të ndryshme, një klas peshqish lëshon sinjale elektrike për të lëvizur përmes ujit. Kërkuesit kanë zbuluar se si çdo peshk shmang gatërimin e sinjaleve të tij me ato që dërgohen dhe kapen nga mira peshq të tjerë që notojnë aty brenda. Unë e di se çdo lakuriq nate përdor një frekuencë pak më ndryshe se fqinjët e tij. A mos vallë edhe kjo klasë e veçantë peshqish bën të njëjtën gjë? Po, dhe kur sinjalet e tyre kthehen mbrapsh, këta peshq mbështeten tek rrugët paralele të sistemit të tyre nervor për të përpunuar lloje të ndryshme informacionin dijor. Ata e përpunojnë informacionin në hapa dhe pastaj informacioni i përpunuar kombinohet në një nivel më të lartë në sistemin nervor. Me gjithë këtë informacion të ri, a mendon doktor Konishi se tashmë ka kuptuar plotësisht se si dëgjimi njerëzor ose ai tek bufat përpunon sinjalet dhe u tregon atyre drejtimin e një tingulli? Jo, ai thotë kërkimi im laboratorik në trurin e bufit nuk ka përfunduar në asnjë mënyrë. Për te kuptimit të faktit se si truri kombinon sinjalet nga të dy veshët, ai shpreson të fillojë të zgjidhë problemet e tjera. Profesor, çfarë lloj problemesh janë këto?
Po ja, një studiues mendon se ndoshta truri njerëzor i përpunon tingujt e të folurit në mënyrë të ndarë nga tingujt jo të folur. Në mënyrë të ngjashme, ai përpunon bufi sinjalet e vendodhjes së tingullit në mënyrë të ndarë nga informacioni tjetër akustik. Disa pjesë të trurit që ndihmojnë bufin në kapjen e miut mund të kryejnë edhe aktivitete të tjera, si për shembull të bëjnë bufët të ndjeshëm ndaj thirrjeve të miqve ose partnereve. Kjo që ka me të vërtet interesante. Më tej ai pyet si ka mundësi që bufi duke përdorur vetëm një set neuronesh seleksionon algoritmat për detyra të ndryshme ndijore, duke zgjidhur gjëra të tilla për bufin. Ne duhet fillojmë të përgjigjemi disa prej pyetjeve të mëdha që lidhen me trurin, më të ndërlikuar dhe ndoshta me të gjithë trut. Ai thotë se mënyra se si bufi interpreton sinjale nga dy veshët është kryesisht e njëjta me mënyrën se si funksionon truri njerëzor me disa ndryshime. Kur diskutuam për saktësinë e mjeshtërisë që ekziston tek kafshët dhe tek njerëzit, kjo më solli në mend një varg që kam lexuar tek Psalmet në librin e Biblës. Autori tek Psalmi 139 vargu 4 i thot Zotit: Unë do të kremtoj, sepse jam krijuar në mënyrë të mrekullueshme. Veprat e tua janë të mrekullueshme dhe unë e di shumë mirë këtë gjë.